Është zbardhur dëshmia e 25 vjeçarit të Marian Kodheli, i cili mesditën e të martës vrau me thik babain e tij Pjetër Kodheli. 2 orë pas ngjarjes, 25 vjeçari u arrestua në zonën e plazhit, vend ku kishte menduar të fshihej. Gjatë marrjes në pyetje, 25 vjeçari ka deklaruar se jati e stresonte dhe nuk e linte të qetë. Isha duke ngrënë bukë në dreg dhe babai mu turde s'po më linte rehat. Nuk e mbaj mend konkretisht se çfarë po më thoshte, por mora thikën dhe e qellova. Kemi patur grindje të vazhdueshme që kur jam kthyer nga Greqia para 6 muajsh. 25 vjeçari Marian Kodheli ka jetuar dhe 6 vjet në Francë dhe pas largimit nga ky vend ka emigruar përsëri drejt Greqisë. Burime nga grupi hetimor bëjnë të ditur se familjarët e autorit kanë deklaruar se para 2 vitesh ai ka shkuar në spital për të vizituar. Mjekja që e ka vizituar e ka rekomanduar që të bënte një vizitë tek një mjek psikiatër, por as ai dhe as familjarët e tij nuk kanë pranuar ta bëjnë këtë vizitë, duke përjashtuar mundësinë që ai mund të vuante nga problemet të shëndetit mendor. Edhe jati kishte qenë kundër kësaj vizite.